لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. A falenderojmë të mëshirshmen bujarin Fisnikun, i cili na begatoi me këtë muaj të Ramazanit, që është nder dhe privilegj për neve besimtarëve të cilët e kemi arritur këtë muaj të Ramazanit. I dërgoj me përshëndetje dhe selamet mbi mësuesin ton, edukatorin ton, që dërgoi Allahu xhelle shanuhu mëshirë për njerëzimin, që të na tregojë neve se si duhet ta presim këtë muaj të Ramazanit, si duhet ta jetojmë këtë muaj të veçantë, këtë muaj të bekuar. I dërgojmë përshëndetet mbi familjen e tij të pastërt, shokët e tij të sinqertë dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah i lartësuar e dalloi këtë muaj me disa specifika të veçanta prej muajve të tjerë. E bëri mëshirë këtë muaj prej muajve të tjerë. I hapin këtë muaj dyert e xhenetit dhe i mbylli dyert e xhehenemit. I prangosi shejtanët e mallkuar. Vetëm t'ia lehtësoj muslimanit të bëjë adhurime më shumë, të afrohet dhe të ngjitet lart tek Allahu te bareke ve taala. Le të jetë sa më larg shejtanëve, sa më larg haramit dhe të mundsohet atij të bëjë vepra të mira sa më shumë këtë muaj dhe në këto ditë të cilat jemi duke jetuar. Ju lehtësua njeriut, besimtarit në që këtë muaj, që një vepër cilën e bën, të shumë fishohet më shumë. Koft leximin e Kur'anit, që e merr prej rafte dhe e lexon, e shfleton këtë libër të Allahut Azza wa Jall, i nxjerr ato porosi, ato obligimet dhe e njeh krijuesin e vet. E fut dorën në xhep dhe e nxjerr sadakan, që ta ushqen një të varfër, ta ndihmon një student, ta ndihmon një jetim, jep iftar, që ndoshta në kohë të gjatë nuk u ka dhënë në bukë të afërmëve vet, shoshnis të tjerëve në këtë muaj ju lehtësohet që të jep iftar të tjerëve. Dallohet ky muaj edhe me istikfar më shumë, duke ndal gjuhën e tij prej përgojimit, prej veprave të ndyta, duke u ndalën prej padrejtësisë. Mirpo, dallimi kryesor që ka filluar në këtë muaj të Ramazanit cilin jemi duke jetuar, që është një zbukurim i muajit i këtij musafire të Allahut Azza wa Jall, që zbukurohen xhamia të Allahut Xhelle Xhelaluhu, këtë shtëpi të ndritshme. Ajo zbukurohet me namazin e taravive, e cila është një sunet, mirë po ka vlerë dhe peshë të madhe, e cila është një specifik e Ramazanit, një veçori e veçantë, se në këtë treg që u hapë më brenda këtij muajit, se cili garan me dish, se cili mundohet me marrën atë produktin për arsye se ka vlerë dhe ka peshë të madhe. E prej produkteve që kanë vlerë dhe peshë gjatë këtij muaji të Ramazanit është namazi i taravive. Ky sunet që e praktikoi pejgamberi alayhi salatu wasalam vetmas dhe sahabët e tij. Pastaj 4 ditë radhës i fali në xhami bashkë me xhamat. Mirë po kur e pa se po mbushet xhamia, u tërheq prej frikës se mos po u bëhet farz. Pastaj vazhdoi kështu edhe në kohën e Abu Bekrit radiallahu anhu, ndërsa në kohën e Omerit, kur i pa në xhami se duke u fal vetmas, e pengoi. Tha se do t'i mbledhi zbashku gjithë me një imam dhe i të bëj gjithë me Ubej ibn Ka'bin, me këtë lexuesin e dalluar dhe të njohur. Po çfarë vlerë dhe peshë ka ky namaz i taravive, që duhet besimtarët me një herë kur masi të hajnë iftarin, ta falën namazin e akşamit, të përgatiten për namazin e yacis dhe këtë namaz nafile. Për arsye se ne jemi krijuar të adhurojmë Allahun Azza wa Jall. Ky është qëllimi kryesor i joni. Andaj në Ramazan e dëshmojmë veten edhe më shumë
para Allah dhe para melekëve, se Allah këtë qëllim të cilin na ke krijuar neve, ne vetëm se jemi duke dëshmuar në praktik. Andaj shtesë jashtë farzëve që do të falen, do ta falen me këtë namaz taravive. Për arsye se ka një vlerë dhe ka një peshë të madhe. Siç na mëson pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e tij të njohur, se kush falet në Ramazan me besim të plot, me një iman dhe bindje të plot, dhe duke shpresuar shpërblimin tek Allahu, ati do t'i falen mëkatet e kaluara. E fal do thot namazin e taravive me bindje të plot se është në sunet i pejgamberit. Me bindje të plot se këtë kohë që jam duke kushtuar një orë me fal namazin e taravive, do të më shpërblem nesra Allahu xhelle xhelaluhu. Allah azza wa jall kur shef se e ki këtë bindje të plot dhe këtë shpresën e madhe te krijuesi i tij, Allah është i mëshirshëm ndaj neve. Dhe për këtë arsye ka lënë Ramazanin, namazin e taravive dhe gjitha këto vepra tjera, shkak që të na i fal neve mëkatet dhe gjunahet dhe të na i shtoj veprat e mira dhe gjitha këto mëkatet e vogla të cilat i kemi bërë brenda vitit, Allahu xhelle xhelaluhu do të na fal. Për në 11 muaj e kemi bërë mëkat Allahut azza wa jall. Dikush me zemër, dikush me sy, dikush me dorë, dikush me këmbë. Dhe shkak po bëhet ky namaz i taravive që Allah azza wa jall gjitha këto mëkatet me i t'i falen. Andaj a vlen o musliman që me humb namazin e taravive, aja vlen do thot se me hupën kohën kot dhe mos më u bashkangjit dhe me fal namazin e taravive, patjetër në këtë kohë dosh më u thanë në stop lojrave, stop kafes, stop çdo gjë tjetër e cila më privon dhe më ndalon nga namazi i taravive. Nga se është koha që duhet të lidhë zemrën time me Allahun xhelle xhelaluhu. E pse nuk din të falësh namazin taravive, bashkohu të rinjeve, bashkohu muslimanëve, se ndoshta bëhet kjo shkak që me të uzu Allahu azza wa jall. Bëhet shkak që me filluar ti namazin, pastaj me falen jashtë Ramazanit, nga se e ndjen kënaqësinë shpirtërore në zemrën tënde. Nga se ky namaz i taravive është i veçantë në muajin e Ramazanit, për arsye se bën pjesë namazin e natës, mirë po nuk lejohet me u falën bashkërisht jashtë Ramazanit, përveç se në muajin e Ramazanit që lejohet me u falën bashkërisht. Andaj këtë kënaqësi, këtë privilegj që ta ka dhënë Allah azza wa jall ty si musliman, gjatë muajit të Ramazanit, mos e humb. Mos e privova veten tënde. Dëshiron të falesh jashtë Ramazanit, nuk i mundësi me u mbledh xhamatin me falën namazin e taravive. Andaj ditë janë të caktuara. Janë 30 ditë, vetëm se këto ditë ikën. Kanë mbeten e ditë tjera. Andaj nëse të kanë ikë ndonjë namaz i taravive, fillo ta falësh. Mos u dembelav. Nëse fal në ditë e para, 3 ditë e para, apo më thon do ta falë taravit ditën e parë, ditën e mesme, ditën e fundit, se ndoshta më pranohet. Nga se nuk dihet se cilë natë është nata e Kadrit, dhe kur të fillon rregullisht me i fal namazin taravive, nuk dihet cilë natë prej natave, vetëm sa Allah azza wa jall do t'i fal mëkatet e gjunahet e tyja. Andaj anën tjetër që ka vlerë dhe peshë të madhe namazit taravive, e mëson edhe hadithi tjetër i pejgamberit alayhis salam, që namazi dhe Kur'ani që do të jenë mburoj nga zjarmi i xhehenamit, që do të thot namazi o Allah i kam ndaluar ata nga xhumi i natës, mundësoma mua që të ndërmjetësoj të ta, dhe Allahu a mundëson. Por nëse nuk e fal namazin taravive, namazin e natës, çfarë mburoje, çfarë ndërmjetësuesi do të kesh nesër tek Allahu te bareke wa taala? Kush do të ndërmjetëson? Kur do ta pash afër zjarmin e xhehenamit, që shef se don të godas dhe nuk i mburoj? Andaj keni shansë të madhe, të mirë, me e pasi një ndërmjetësues nesra mes teje edhe zjarmit të xhehenamit, e tu ka dhënë shansa për një orë që shtuën xhumin me fal namazin e taravive për më të falën të mëkatet dhe me e pasi një mburoj nesra në ditën e gjykimit. Por ka dhe një vlerë, për arsye se ne jemi të dobët, ndoshta nuk kemi mundësi me u falën tër natën, për arsye të nesrit jemi në punë, i kemi obligime tjera. Në ka lecu e shëriati që me falë namazin e taravive me gjemat me falën në xhami. Se thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush falet me imam, derisa ta përfundoj, derisa të jap selam, i llogaritet sikur se me u falë tër natën.
kusht e ka ba me fillu namazin me imam dhe me përfundua masi t'jep imam selam. Dhe këtë vlerë ja humb, si kërse me falë tër natën nëse del mas të recateve. Për arsye se nuk e ka vlerën dhe peshën namazin që e kanë gjallë pejgamberi alayhis salam namazin e natës me 8 recate me 10 minuta që falen tek ne shumë shpejt. Andaj për këtë arsye le të jetë mësim për ty o imam, o musliman që falesh, le të jetë adhurim dhe bindje dhe përkushtim dhe le të jetë zemra jote prezant gjatë namazit të taravive, duke i meditua ajetet fjalë të Allahut azza wa jall se çka je duke lexuar dhe çka je duke ndëgjuar dhe mos të jetë siç po ndodh në shumë xhamia vetëm se adet dhe me bë gare se cili po e fal namazin taravive më shpejt. Nga se a thua nesra çfarë probleme do të kesh tek Allahu te bareka ve taala, përveç se një lodhje që e ke lodh veten tënde, ndërsa shpirti jot ka qenë në larg namazit. Mundohu për këtë arsye edhe Ibn Rexhepi, njëri prej dietarëve të mëj, kur e bën komentin e këtyre haditheve të lartë përmendura, thotë se dije o musliman, o besimtar, se gjatë Ramazanit nëse i të ban mbledhen të këte 2 përpjekje, 2 angazhime, atër do të kesh një shpërblim pa llogari. E para, agjërimi gjatë ditës dhe angazhimi i dytë, namazi i natës. Namazi i taravive, namazi i natës, atër do të kesh llogari, shpërblim pa llogari do të kesh. Andaj këtë shpërblim të madh, që do të mash prej Allahut azza wa jall nesër në ditën e gjykimit, që do të pastrohesh prej mëkateve dhe gjunave, aja vlen për një orë e gjys me humbën këtë shpërblim dhe këtë sevap të madh. Për atë besimtar i cili është i vetëdijshëm, i cili ka synimin e lartë, ambicet e larta me arritën kënaqësinë e Allahut azza wa jall, me arritën xhenetin e tij, nuk e lën këtë sunet. Edhe pse është sunet, nuk është farz. Nuk do t'japsh nesër llogari para Allahut pse nuk e ke fal namazin e taravive, po vlerën dhe peshën cilën e ka, nuk ja vlen besimtari me elanën. Edhe pse lejohet me falën taravit në shtëpi. Mirë po, në aspektin shpirtëror dhe sevapi është shumë më i madh me falën namazin në xhami dhe me xhamat. Shpresojmë se nëse ke qenën për tac në namazin e taravive, tani do ta vazhdosh dhe lutim Allahun azza wa jall që të na bën prej atyre që falim namazin taravive me xhamat derisa të jep imam selami dhe lutim Allahun azza wa jall të na pranoj këtë muaj të Ramazanit. Wa sallallahu ala nabina Muhammad.